Mirdita të nderuar teleshikues, sot në emisionin tonë dhe tuaj në mund të shikoni. Kemi përcjellë shënimin e ditës së gjuhëve të huaja që u organizua në shkollën e mesme në Tuzë, prej nga ku mund të ndiqni kronikën. 26 shtatori shënon ditën evropiane të gjuhëve të huaja. Kjo ditë është vlerësuar si një ditë nxitse, por edhe gjithë përfshirëse, e cila mbështet nxënësit që të arrijnë potencialet e tyre dhe të luajnë një rol aktiv në shoqëritë e ndryshme, po ashtu duke promovuar diversitetin e pasur gjuhësor dhe kulturor. Nxënësit e shkollës së mesme së Përzier, 25 maj në Tuzë, këtë ditë shënuan me një program modest nga ku sjellim materialin në vazhdim. Mësimi i gjuhëve, përveç se pasuron njohuritë e njeriut, është edhe mundësi praktike për komunikimin e tij jashtë vendit ku jeton. Njohja e së paku një gjuhë të huaj është bërë gati domosdoshmëri. Prandaj, edhe qëllimi i shënimit të 26 shtatorit është të nxjisë mësimin e sa më shumë gjuhëve. Qëllimi kryesor i kësaj dite është që të inkurajojnë nxënësit sa më shumë në mësimin e gjuhëve të huaja. Dhe për fatin se edhe në shkollën tonë mësohen disa gjuhë të huaja, pra gjuha angleze, gjuha malazeze, gjuha italiane dhe ajo latine. Kështu që sa më shumë gjuhë, aq më shumë do të pasurohemi si popull, sepse kështu mësojmë edhe për kulturat e tjera, mënyrat se si ata organizohen, mësojmë më shumë për jetën e tjerëve, kemi mundësi më të shumta për të ardhmen. Shumica e të rinjve tek ne sot rrjedhshëm flasin gjuhën angleze, ndërkohë që përpiqen të mësojnë edhe gjuhë të tjera. Aktivitet është shumë i rëndësishëm për shkollën tonë, për diversitetin, sepse është dita e gjithë gjuhëve evropiane, pra, dhe mendoj se me këtë program që kemi bërë, kemi dhënë shembujse të gjithë, edhe pse jemi të ndryshëm, në një mënyrë të gjithë jemi të njëjtë. Cilat janë gjuhët më të preferuara sot për të rinjt? Unë mendoj se ajo unikja dhe ajo me shkollë më të lartë është ajo gjuha angleze, sepse ndihmon edhe në shkollim më të lartë, edhe është si një gjuhë ndërkombëtare që të gjithë mund ta flasin. Mendoj se në vendin e dytë shkon gjuha spanjole dhe italiane, dhe gjuha e tyre amtare normal, por mendoj se këto dyja janë ato më të rëndësishme për të rinjt sot. Me sa gjuhë zotron ti aktualisht? Aktualisht zotroj gjuhën time amtare, gjuhën shqipe, gjuhën malazeze, gjuhën angleze dhe gjuhën italiane. Sa vështirë është të mësosh gjuhë të huaja? Por nëse ke vullnet dhe nëse dëshiron, asgjë nuk është e vështirë, dhe mendoj se me punë dhe me aktivitetet të ndryshme mund të arrish cakun. Sa gjuhë momentalisht të ndjek ti, cilat gjuhë i mëson? Atëherë përveç gjuhës amtare dhe asaj zyrtare pa tjetër, zotroj gjuhën angleze dhe atë shpanjolle. Gjithashtu natyrisht që jam shumë e interesuar që mësoj gjuhë tjera të huaja, sepse përmes tyre ne fitojmë njohuri të shumta, në fusha të ndryshme, mund të komunikojmë me njerëz të ndryshëm, të fushave të ndryshme, dhe në këtë mënyrë pse jo edhe të bëjmë studime të ndryshme në përfusha. Çfarë mendon ti se cilat janë arsyet që i çojnë drejt studimit të një gjuhë të caktuar? Po besoj se nxënësat, studentat, trit kanë qejf që të mësojnë për kultura të ndryshme, të hulumtojnë, të vizitojnë vende të ndryshme, të njohin botën më mirë, dhe kjo besoj se është arsyeja që ata duan të mësojnë gjuhë të ndryshme. Cilën gjuhë të huaj do ta doje ta dije tjetër? Atëherë do doja të mësoja gjuhën gjermane, sepse është një gjuhë shumë e njohur dhe shumë e përdorur në mbar botën. Gjithashtu edhe gjuhën turke, sepse në gjuhën turke ekzistojnë burime të shumta historike të vjetra, dhe pse jo një ditë ndoshta të bëj ndonjë studim sa i përket asaj fushë. A mendon ndoshta në vazhdim të studiosh ndonjë gjuhë të huaj apo jo? Po nëse shansa vjen, kam dëshirë që në gjuhën angleze t'i vazhdoj studimet. Mësimdhënësit mendojnë se është domosdoshme për çdo të ri të njohë së paku një gjuhë të huaj, dhe se interesimi i tyre është mjaft i madh në këtë drejtim. Është e rëndësishme të mësojmë gjuhët e huaja, sepse siç e keni ndëgjuar edhe më parë, atë thënien sa gjuhë din, aq njerëz vlen. Do të thotë çdo person që din jo vetëm gjuhën anëtare, por çdo gjuhë tjetër vlen. Është më i kulturuar, din më shumë, mund të kuptohet edhe me njerëz të tjerë që janë rreth botës, prandaj mendoj se mësimi i gjuhëve të huaja me të vërtetë vlen, në veçanti për vendin tonë, për malsinë tonë.
Ky aktivitet është shumë i rëndësishëm për nxënësit e kësaj shkolle, sepse kështu kuptojnë se gjuhët janë shumë të rëndësishme. Edhe vetë fjala latine quod lingua scales, tot homines valles, tregon se çdo person, sa më shumë gjuhë që din, aq më shumë vlen. Ju jeni profesoreshe gjuhës italiane. Sa jeni të ju kënaqur me nxënësit në orët e gjuhës italiane? Si u shkon aty në kjo gjuhë? Ata ka gjithë farë nxënësash domethënë, por varet edhe prej profesorit se si e zhvillon procesin mësimor. Në qoftë se je interesant për ta, atëna edhe ata interesohen për gjuhë. Kështu që vetë unë praktikoj mënyra të ndryshme, ashtu që boll janë të interesuar. Është gjuha italiane e vështirë apo e lehtë për të mësuar? Për shqiptarët nuk kanë tepër gjuhë e vështirë, se shohim se në Shqipëni përdoren shumë termine italiane. Ndërsa kështu është si soj muziket, si këngë, gjuha italiane dhe mësohet lehtë. Ndërsa gramatika është pak më e vështirë. Ashtu që unë nuk kam filluar me largua nga pa gramatikën e sa ma shumë komunikim, që nxënësat kur të përfundojnë gjimnazin apo shkollën e mesme të dinë të komunikojnë. Aja është gjaja kryesore dhe më e rëndësishme, e kam kuptuar unë nga eksperienca ime. Dhe ju personalisht, pse keni zgjedhur të studioni gjuhën angleze, çfarë ju ka shtyrë? Që në moshë të ri, që në shkollën fillore dhe më pas edhe gjimnazin, më kanë pëlqyer gjuhët e huaja, sepse po them, gjuhën spanjole kam mësuar nga televizori. Dhe më pas thosha pse jo të mësoj ndonjë gjuhë tjetër, sepse nuk është se e dija vlerën e tyre, por duke u rritur, duke kaluar koha, e pash se sa të vlefshme janë. Gjuha angleze, si që dim gjithë, është gjuha e parë botnore, është lingua franca, dhe mendoj se është një ndër gjuhët që ka përparësi, dhe çdo ditë më shumë do të flitet. Sa janë nxënësit të interesuar për të ditur gjuhë të huaja? Tha që dhe me parë, jam surprizuar se sa shumë nxënësit tanë, fëmijët tanë, i dinë gjuhët. Jo vetëm anglisht, po dhe gjuhë tjera. Fatmirësisht, ekziston teknologjia sot, kanë mundësi të zgjedhin çdo lloj aktivitetit, televizor, radio, telefon, që çdo kush ka, dhe e shoh se me të vërtet janë të lënë pas mësimit të gjuhëve. Do të dëshiroja edhe më shumë të jenë edhe të vazhdojnë të kjo tradit, sepse kush e di nesër do ju duhen jo vetëm një apo dy, po edhe më shumë gjuhë. A mund të bëjmë një krahasim se si ka qenë mësimi i gjuhëve të huaja dikur dhe sot? Në qoftë se duhet të ndalemi te kjo pikë, atëherë në qoftë se duam të bëjmë një krahasim gjuhët e huaja dikur dhe sot, ka një ndryshim të madh, sepse dikur mundësitë e informacionit nuk kanë qenë kaq të mëdha sa që janë sot. Dikur deri me hapjen e shkollave, pastaj me televizioneve, radiove, pastaj edhe interneti që bën punën e vet, mund themi që dikur ka qenë mundësia më e pakët e mësimit të gjuhëve të huaja, përveç atyre gjuhëve fqinje që kanë qenë, gjuhët më të afërta. Ndërsa sot, nëse duan të bëjmë krahasimin e dikur me sot është mundësia shumë më e madhe, sepse informacioni është më i madh, është mundësia e leximit të librave në gjuhë të huaja, dëgjimit të muzikës në gjuhë të huaj, të ndjekje kurseve, që sot nxënësit ndjekin kurse të ndryshme, po ashtu shikimi i filmave në televizion. Pra, sot ka shumë mundësi që nxënësit të përparojnë dhe të mund të mësojnë sa më shumë gjuhë të huaja. Cili është roli i gjuhës shqipe në mësimdhënien, do të thotë nxënien e gjuhëve tjera? Cilat janë ato mundësitë dhe sfidat? Atëherë, roli i gjuhës shqipe është, mund të themi, gjuha shqipe ka një rol kryesor në nxënien e gjuhëve të tjera, sepse siç dihet këtu ku jetojmë ne dhe në gjimnazin 25 maj jemi pra edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën malazeze. Dhe normalisht të flasim për gjuhën shqipe mund themi që ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse siç dihet gjuha shqipe ka 36 shkronja, që gjuhët e tjera kanë më pak. Dhe kjo ua mundson
që shpeshherë lind ajo dhe shpreha që shqiptarët i mësojnë mirë gjuhët e huaja. Dhe në fakt ky është njëra ndër, mund të themi, arsyet kryesore, përveç asaj gjuha shqipe e ka mënyrën habitore të foljes që nuk e kanë gjuhët e tjera. Ka theksin dinamik atë ngritës, tej fundor, që në fakt shihet që është një gjuhë e pasur dhe normalisht duke mësuar gjuhën tënde, arrin të mësosh edhe gjuhët e tjera. Dhe ky është qëllimi kryesor që të mësojnë njëherë normalisht gjuhën amtare, pastaj gradualisht, duke ditur gjuhën amtare, ti inkuadrosh dhe mëson edhe gjuhët e tjera. Dhe kjo mund themi që shqiptarët janë ndër popuj që i kapin më së shumti gjuhët e huaja. Kjo është edhe në një farë mënyrë është edhe fati i tyre. Mesazhi për fund do të ishte, përpiquni të mësoni sa më shumë gjuhë, sepse aftësia për të folur shumë gjuhë në botën e sotme është një kompetencë e rëndësishme. Ai i cili përveç gjuhës së tij amtare e flet edhe një gjuhë tjetër, ka më shumë mundësi si në jetën private edhe në atë profesionale.